Për sot do bëjmë bukën e pashkës. Për bukën e pashkës përbërësit janë miell, 5 kokra vezë, vaj gjelle, maja buke, sheqer, krip, 2 kallëp gjalp, 1 gotë me ujë, 1 gotë e gjysmë qumësh dhe 1 gotë limonadë. Në fillim do vëmë 2 kallëpët e gjalpit që të treten në zjarr. Në një enë plastike do marrim do rafim 5 kokrat e vezëve, do hedhim edhe gjalpin të cilin e kemi tretur dhe do të ftohur pak. Do hedhim 2 lugë gjelle sheqer, 1 lugë çaj krip, 1 lugë gjelle maja, do hedhim edhe xhusin, qumshtin dhe ujin, do t'i rafim të gjitha së bashku, marrim dhe hedhim miellin pjesë-pjesë, derisa të arrijmë atë masën që neve na duhet për bukën. Brumi nuk duhet të jetë as i fortë, as i butë. Të gjitha procedurat do t'i shohim përsëri një nga një. Në tigan kemi vënë gjalpin që të tretet. Fillojmë përgatisim brumin e bukës. Fillojmë me thyrjen e vezëve. Fillojmë thyejm 5 kokra vezë. I kemi thyer 5 kokrat e vezëve, tani fillojmë edhe i rrafim me telin e kuzhinës. Tani vazhdojmë edhim edhe gjalpin që e tretëm më përpara dhe lanë të ftohet. I kemi përzier gjalpin me vezët. Tani fillojmë edhim me radhë, që dy përbërësit. Edhim majan. Është 1 lugë gjelle maja. Edhim të parë majan, pasi do pak kohë të tretet. Edhim kripën. Kripa është 1 lugë çaj. Edhim dhe sheqerin. Është 2 lugë gjelle. I rrafim pak së bashku. E fillojmë shtojmë me radhë 1 gotë ujë. Edhim edhe gotën e qumshtit. Edhim edhe gotën e gjusit. Edhim edhe 2 lugë gjelle vaj. Tani të gjithë përbërësit i përzim së bashku derisa të na bëhet masa e njëjtë dhe më vonë shtojmë miellin pak nga pak. Tani, në këtë fazë, i kemi rrahur përbërësit, fillojmë edhe miellin pjesë-pjesë. Duke e rrafur vazhdimisht. E rrafim pak me telin, pastaj fillojmë të punojmë me dorë. Tani vazhdojmë dhe punojmë me dorë, derisa të lidhet komplet masa me miellin. Tani në këtë fazë edhim pak miell ke tavolina e punës. Lidhem miellin. Edhe edhim komplet masën e brumit dhe e punojmë në tavolinë. E punojmë të gjithë masën e brumit.
Tani na është lidhur komplet brumi. Ja, kjo është masa që neve duam, as e fort as e butë, të lërgjujmë dora. E punojmë edhe pak, edhe e lejmë në jena plastike që të vi të dyfishohet vëllimi i brumit. E kemi punuar disa herë në tavolinë brumin. Tani e marrim, e mbledhim top. E mbledhim në formë topi, brumin, edhe e fusim e kena plastike. E mbulojmë me një pecet dhe e lëm në ambient të ngrohtë që të na vi për rreth 1-2 orë, derisa të rritet dyfish vëllimi. Brumi ka ardhur, e ka dyfishuar vëllimin, e vëmë tavolinë e punës, fillojmë i japim formën, e thurim në formë gësheti dhe rreshtojmë në tavë. Tani do fillojmë, do bëjmë bukët. Brumi është goxha, do bëjmë 2 bukë. Marrim presim një pjesë brumi në 4 topa, me të cilin do bëjmë gëshetin që do e thurim dhe do rreshtojmë anën mban tepsisë. Kemi ndarë brumin në 4 pjesë. Tani të 4 pjesët i bëjmë në shirita që të thurim gëshetin. Kemi marrë tepsin, e kemi lyer me pak vaj, kemi spërkitur edhe pak miell. Dhe tani fillojmë përgatisim shiritat për gëshetin. Në këtë formë dhe në të gjatësi i bëjmë të 4 pjesët. Të 4 pjesët e brumit dhe shirita, tani fillojmë të thurim gëshetin. I bashkojmë të 4 pjesët në një të vetme dhe fillojmë të thurim gëshetin. Është që i mundimshme, sepse shiritat janë shumë të gjethë, po ne do mundohemi në këtë mënyrë do vazhdojmë të thurim të gjithë gëshetin deri në fund. E kemi thurur komplet gëshetin, tani marrim dhe vëmë në tepsi. E marrim dhe vendosim në tepsi. E kemi thurur gëshetin 4, e kemi vendosur anën mban në tepsi, i kemi vënë vezën e pashkës përsipër të kuqen, do lëm të vijë dhe kur të vijë do e fusim ta pjekim në furrë. Dhe në para përfundimit do ta lyejmë me të verdhën e vezës të olluar me pak qumësh. Tani vazhdojmë të thurim gëshetin 3. Dhe marrim e vendosim komplet gëshetin në tepsi. Gëshetin dhe hapim në mes të tepsisë. Tani do ndajmë mezin e gëshetit. Kemi lënë 3 pjesë të vogla brumi, do thurim gëshetin e vogël. Tani vazhdojmë bëjmë dhe gëshetin tjetër dhe do ja vëmë anën mban gëshetit të madh si kuror. Vazhdojmë thurim gëshetin e vogël. E kemi thurur dhe gëshetin e holl.
Dhe tani ja vëm kompleta në mban sikuror gëshetit të madh. E kemi vënë dhe gëshetin e vogël, tani vëm dhe vezën në mes të bukës. E lejmë të vi, kur ka ardhur buka, e futim e përpjekim në furrë, në temperaturën 325 gradë për rreth 1 orë, dhe mbas andaj para përfundimit e lyejmë me të verdhë veze. Një rafur një kopër vezë me pak qumësh, tani marrim dhe lyejmë bukën. E kemi lyer bukën me të verdhë veze, tani e vazhdojmë me lem në furrë të piqet deri në përfundim. Kjo buka do 1 orë të piqet në temperaturën 325 gradë. Buka ka përfunduar pjekjen, e lem të ftohet dhe servirim në pjatancë. E kemi serviru në pjatancë bukën e pashkës me vezën e kuqe. Kjo ishte buka jonë për sot, ju beftë mirë. E kemi serviru në pjatancë bukën tonë të pashkës me vezën e kuqe lartë. Kjo ishte buka jonë për sot, ju beftë mirë.